Armëpushimi arritur mes Izraelit dhe Iranit me ndërmjetësimin e presidentit të Amerikës Trump vazhdon të jetë në fuqi. Si Izraeli, ashtu dhe Irani shpallën fitoren pas 12 ditësh konflikti në të cilin Amerika ndërhyri duke kryer bombardime në mbështetje të Izraelit, për të shkatëruar objektet e Iranit për pasurimin e uraniumit. Por mediat amerikane kanë raportuar se bombardimet nuk kanë arritur të shkatërrojnë objektet bërthamore të Iranit, siç ka pretenduar presidenti. CNN i lajmeve të gënjeshtërta, bashkë me New York Timesin që po dështon, po përpiqen për të përulur një nga sulmet ushtarake më të suksesshme në histori. Objektet bërthamore në Iran janë shkatëruar plotësisht, shkroi Trump në platformën e tij Truth Social. New York Times, Washington Post dhe CNN, duke cituar raportin e inteligjencës ushtarake nga Agjencia e Inteligjencës së Mbrojtjes së Pentagonit, raportuan se bombardimet e fundjavës nuk arritën të shkatërrojnë centralet bërthamore të Iranit, të ndërtuara nën tokë. Sipas mediave amerikane, në raportin e dias, vetëm hyrjet e objektit nëntokësor në Fordo u shkatëruan, ndërsa strukturat nën tokë mbetën të paprekura. Raporti 5 faqesh gjithashtu tregoi, sipas mediave në Amerikë, se Irani kishte zhvendosur rezervat e uraniumit të pasuruar në vende të tjera para sulmeve. Raportet vlerësuan se bombardimet amerikane vetëm sa e kanë kthyer disa muaj mbrapa programin bërthamor të Iranit. Ndryshe nga pasqyrimi i mediave amerikane, presidenti Trump i përshkroi sulmet si goditje vdekjeprurse për programin bërthamor të Iranit.